Lot krenarie në Big Brother VIP Kosova. Mesazhi i babait të Elionës kthehet në himn mbështetjeje. Një nga momentet më kulmore dhe më emocionuese të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova ishte padyshim shfaqja e babait të Elionës. Ai zgjodhi të përdor fuqinë e ekranit për t'i dërguar vajzës së tij një mesazh mbështetës, i cili shkoi përtej një thjesht përshëndetjeje, duke u kthyer në një deklaratë të fuqishme dashurie prindërore dhe mirënjohjeje. Në videomesazhin e dërguar nga shtëpia e tij, ku ndiqet me merak çdo lëvizje e vajzës, babai shprehu hapur ndjenjën e tij. Jam shumë krenar me të. Ai theksoi veçanërisht admirimin për mënyrën dinjitoze dhe të sinqert me të cilën Eliona po e përfaqëson veten në mjedisin e vështirë të shtëpisë. Ai vlerësoi karakterin dhe forcën që ajo po tregon, duke i dhënë kështu një miratim të plot publik për lojën dhe sjelljen e saj. Ky shpërthim i ndjerë emocionoi Elionën deri në lot, duke dëshmuar rëndësinë etike që kishte për të dëgjimi fjalëve ngushëlluese dhe inkurajuese nga figura e tij. Mesazhi jo vetëm që e largoi çdo dyshim apo pasiguri që mund të kishte brenda shtëpisë, por i dha një injeksion force dhe motivimi, duke e bindur se rrugtimi i saj po ndiqet dhe mbështetet nga familja me dinjitet. E gjithë kjo skenë u pasqyrua edhe në reagimin e publikut. Shikuesit, të cilët po ndjekin me interes rrugtimin e saj, u prekën thellë nga ndjeshmëria e këtij momenti. Sipas shkrimeve të kosovares, kjo shfaqje e pastër e dashurisë prindërore jo vetëm që rriti simpatinë për Elionën, por bëri që mesazhi i babait të shpërndahej gjerësisht në rrjetet sociale, duke u bërë kështu një moment i paharrueshëm i edicioni.